se normat demokratike, fjale e lirë, mendimi i lirë, do mbeten vlerat më të çmuara, si kundër interesi kombëtar, mbrojtja e familjes, mbrojtja e vlerave të demokracisë. Faleminderit shumë. Tani tek pyetjet, sugjerimet tuaja, diskutimet, kush e dëshiron fjalën, vetëm ju lutem prezantohuni përpara. Zefti dhe pastaj. Mire se jam i verbër. Përshëndetje zoti Berisha. Përshëndetje gjithë demokratët që ndodhen sot në këtë sallë. E kam prit dhe e kemi prit me kënaqësi se Berishën të vinë mirdit t'i thomim në shqipësim ball për ball. Dhe më pëlqeu shumë tash në fund kur na porositi se të fliti, të bëni vrejtë, të bëni sugjerimet tuaja, që të flasim për Sali Berishën, është gjithë bota di se Sali Berisha është simbol i qëndresës kombëtare. Të gjithë bota di. Të gjithë bota di se merita Momo dhe Sali Berishës është se groposi Lulzim Bashën në një grop fekalës për balkives. Por, nuk mjafton vetëm ky takimi sot me ne, nuk mjaftojnë vetëm fjalët e mira, por du të prekim gjenjen aty ku dhem. Zoti Berisha, Partia Demokratike duhet të reformohet qysh të thelb. Nuk është Partia Demokratike ajo që populli në mirdit, sekretari është në Tiranë. Nuk është Partia Demokratike ajo kur populli voton në mirdit, deputeti ka 4 vjet, 5 vjet, 10 vjet nuk njihet në mirdit. Kush mund t'i thot deputet asaj hotit që unë sa kom pa kur, edhe kur kom pas sytë e mi, që ka 3 vjetë që jam përbue, pare kom pas sytë e mi. Si mund t'i tham deputet ati që përfaqëson mirditën dhe se thot asë një fjallë për mirditën. Mirdita është vendi që i ka dhënë Shqipërisë më shumë se kur do tjetër. Ju sel në vëmendje, vetëm Minjera Bakrit Kornesh të dashur shok, ka dhënë 2.8 milion ton bakër. Vetëm Minjera Korneshit. Dhe prej saj kanë vdekur qindra minatorë, prej tyre dhe 38 vjeç. 23 vjeç, dy shoknit. Por, asë i fjalë nuk flitet për minatorët e Korneshit të Shqipërisë. Kush tjetër i ka dhënë Shqipërisë më shumë se Beriu? Kush tjetër i ka dhënë Shqipërisë më shumë se Korneshi, Spashi, Rubiku, Kashinari, Kulmja, Përlati? Qatë mire ka mirdita nga gjithë kjo pasuri si dha. Jo si dha, po si amorën. A di deputeti mirditën në Zhenja është rruga Rëshën Përlat? A di deputeti mirditës se si jetojnë zonët rurale? A di deputeti mirditës se pse janë një shkollat? A di deputeti mirditës se si jetohet, si bëhet? Pse nuk vje, o zoti Berisha,
duhet dhe revolucion i fort Partinë Demokratike. Duhet të sankcionohet. Mos përkra o Sali, mos përkra servilat, po përkra patriotët, mos i fut shubukut partijës. Jo, kom drejt në fjallë. Mos i fut në shubukun e partijës, servilat, po qite me vot hapur. Deputeti qeti detyruar një herë 6 mujt vjetë të elektoratin. Qeti detyruar, të dje shabojë. Dhe një tjetër që me bën shumë përshtypje. Në folje, zoti Berisha, në ke folje gjithmonë. Ke mundukjet metat e zgjedhjet e vjedhjet. Dhe më del vetë ti u pyetja. Ku është Evropa? Pse nuk shprehet qartë Evropa zgjedhje të papranueshme? Ku është Amerika mikja modhe jona? Si vetëm i uron popull shqiptar zgjedhjet thot, po jo si u bon zgjedhjet. Po ku është Kimja? Si në çdo institucion të drejtësisë, ajo i venosi kryetarit. Qoftë ke gjykata kushtetuese që e përdore Edi Rama si vegël, qoftë ke Shiku, ke i dreshi Spaku, të gjithë kryetarit i ka bo Kimja. Pse nuk ndërhyn Amerika të është i me qonë se Kimja me bidonin ka dali Sorosit, po ky, pse? Pra, po e mbyll bisedën time me një fjallë të Naimit. Nuk bëhet vreshti me urata, por me kasë ma belopata. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Tani, një moment. Andrea? Zeft, falënderoj për ndërhyrjen tënde, për mendimet e hapura që shprehe, të garantoj që deputetët do vinë, edhe do vinë në mënyrën më të shpesht për të njohur me të gjithë problematikat dhe për të qenë zëri i juaj i vërtet në parlament. Jo, është detyrim. Dhe besoj se ne kemi një program në këtë drejtim dhe do i qëllojmë ati plotësisht. Për shkak të këtij sistemi direkt nga ky rreth i bekur, nuk mund të them se është, po mirëditorët nuk janë të pakt në parlament. Se tani mirëdita është kjo, po mirëdita është nga fushkruja Gjernë Firze. Po thuaj Gjernë Firze. Po. Kjo e vërtet është. Nuk arrita, por të jeni të sigurt që do bëj gjithçka për ta plotësuar kërkesë, nuk them 100%, po ai coptim që u është bërë është një padrejtësi e madhe. Është një padrejtësi e madhe. Dhe një mirdita e meriton plotësisht një rikonfigurim, nuk them se në të gjithë përmasat, por të paktën në madhësinë maksimale më të mundshme. Pa tjetër. Tani, Zef, në këto zgjedhje është bërë një në rrafshin diplomatik, në rrafshin ndërkombëtar, një përpjekje jashtëzakonshme e Edi Ramës për ta ndryshuar raportin. Dhe ajo përpjekje nuk po i ve edhe epitetet që meriton, por ai mbeti me dur bosh. Edhe raporti jo që su ndryshue,
por raporti u përforcue dhe cili do që e lexon atë raport e ka të qartë që zgjedhjet nuk kanë shkelur standardet ligjore shqiptare dhe ndërkombëtare.